Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP, ku ish banori Big Brother, i cili u eliminua Josef Marku, ka goditur me shpull një prej banorëve që tashmë është dhe finalist, Gjestin, gjë e cila ka sjellur reagime të shumta në mbar trojet shqiptare. Por për të folur më shumë se çfarë e pret Josef Markun, i cili u vua edhe në pranga nga policia, ne do të flasim me avokatin e njohur Gylsen Zhlima. Zoti Zhlima, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Zhlima, ju si njeri i drejtësisë, si e keni parë këtë akt i cili ndodhi edhe në sytë e gjithë publikut shqiptar, duhet thënë? Jo vetëm nga syri e një avokatit, për një qytetar, një personi i cili shikon edhe ai vetë Big Brotherin, po jo vetëm, po thjesht që të marrim edhe ne një uri se si njerëzit që janë publik janë në një shtëpi dhe paraqesin një personalitet ndryshe, pra paraqesin vërtetën e tyre, paraqesin dhimbjet e tyre që kanë kaluar në shoqëri, por ajo që pam ne dje ishte ajo që s'duhet ishte ndodh kurrë, po ndolli. Një goditje pa besë, pa burnie, një goditje e cila nuk ka të bëjë me pjesën e veprës penale, por ishte që një individ i cili u eliminua nuk pranoi humbjen, nuk pranoi lojën dhe thjesht u rifut në Big Brother duke patur një mlef, do të thoya një inat, një urrëtie ndaj një lojtari tjetër, dhe është tregu si qartë që ai nuk u fut aty për të bërë një lojë, por ai u fut aty për të bërë një intrigë, për të goditur një finalist dhe një person i cili jemi realist të gjithë e dim shumë mirë që ky person do ta fitojë Big Brother pavarësisht se do të presim rezultatin pas një jave. Por ajo çfarë unë dua të them është që nga kjo goditje nuk është se u godit Gjesti, por nga kjo goditje u godit Loredana. Pse e them këtë? Sepse baba i sajt shkoi dhe i tha që ti nuk duhet të merresh me këtë djalë. Dhe të gjithë filluan duke kundërshtuar ndjenjën e babait, ndërkohë babai dje doli fitimtar, dhunuesi doli qartësi kush është dhe fituesi i kësaj ngjarje është Gjesti dhe Loredana. Në rast se ajo vajzë ka sy dhe shikon, ka ndjenja dhe kupton, atëre i jep atit biletën e ikjes pa kthim dhe nuk futet në një situatë dashurie, shklavërimi, degradimi, degenerimi, sepse dhunuesi nuk është ai i cili u shfaq në një moment agravimi emocioni apo djalli, siç ai e citonte veten e tij, por ajo është qartësi një person i cili në ndjenjat e tij të brendshme fshen serbin kundrejt kosovarit. Prandaj ajo që unë shikoj është qartësi që Loredana dhe Gjesti janë fitues dhe ata të cilët kanë folur kundër babait të Loredanës duhet i kërkojnë një ndjesë publike, sepse me atë akt u mbrojt një vajzë e pafajshme që nesër mund të jetë viktim e një dhunuesit me një fytyrë, po me disa fytyra. Në komisariat Jozi është pyetur rreth kësaj ngjarje dhe ka deklaruar se ai është provokuar vazhdimisht nga Gjesti dhe se nuk ka duruar dot më nga provokimet e tij dhe në gjaktësi e sipër e ka qelluar. A mund të mjaftojnë provokimet që një person të godas një person tjetër aq më tepër në një transmetim live publik dhe në një spektakël të tillë siç është Big Brother? Nuk jam këtu të justifikoj dhunuesin, por jam këtu të them që nuk ka rëndësi deklarata e tij, rëndësi në këtë situatë që jemi sot ka që një individ i cili nuk pasqyron fytyrën e vërtet, pra mashtron publikun duke u sjellur si një njeri i cili ndonjëherë djalli i shkakton probleme dhe provokime, dhe ndërkohë që ai në vend të provokimit i gjet te djalli, ja gjen tek një njeri tjetër duke justifikuar veten. Por unë do qëndroj tek pjesa që policia e shtetit
ashtu siç reagoi dje tek televizioni Top Channel, duke vajtur me njëherë, duhet të reagojë në çdo moment ku kemi të bëjmë një ngjarje të tillë që goditet një qytetar, pavarësisht se është në një televizion, pavarësisht se është në rrugë, pavarësisht se është në shtëpi. Pra, policia e shtetit në mënyrë korrekte procedoi duke shoqëruar, duke bërë verifikimin brenda 10 orëve dhe duke e liruar personin. Gjithashtu, brenda 15 ditëve prokurori, në rast se do t'i dërgohet referenca e kësaj ngjarje, ai do të vendosi mosfillimin e procedimit, se ashtu e përcakton dispozita procedurale penale. Për sa i përket ligjit material penal, personi mund të dënohet vetëm me gjobë, por parakushti është që viktima akuzuese është personi i cili duhet të iniciojë gjykatën penale për të bërë kërkesë për ndjekjen penale të autorit, por me kërkesë drejtuar ai vetë gjykatës penale. Në këto kushte, ai nuk mund të procedohet pra me arrest në shtëpi apo arrest në burg për asgjë, sepse cilësinë procedurale ja jep viktimës akuzuese, që ka cilësinë e kërkuesit në gjykatë, për të kërkuar dënimin e personit në fjalë, por me një gjobë. Pra është një kundravajtje penale, është një gjobë e cila atë mund ta kërkojë në gjykatë vetëm gjesti. Por nga pikpamja ligjore, kështu është dispozita, por policia në çdo rast nuk mund të paragjykojë ngjarjen, a kemi të bëjmë me procedim që ndiqet kryesisht apo jo, por policia duhet të bëjë ndalimin e kësaj ngjarje, ta çojë në komisariat, të japin sqarimet dhe pastaj policia dhe organet procedurale kuptojnë qartë se çfarë vepre penale dyshohet nga ai personit dhe procedon me lirimin e menjëhershëm të atit, po jo duke kaluar më shumë se 10 orë. Ju thatë se kjo ngjarje fshe brenda vetes edhe ndjejën e serbit tek Jozi dhe atë të shqiptarit Kosovës tek Gjesti. Çfarë doni të thoni me këtë rast? Nga një informacion që pata këto ditë ishte që ky djali, ky Jozi, pas ka thënë një fjali të cilën është edhe po ta themi nuk ka vlerë, po diçka provokuese ndaj shqiptarëve të Kosovës dhe kudo ekzistojnë shqiptarë sipas kombinat shqiptar, kudo që janë në botë. Nuk pranohet, është e papranueshme. Është e papranueshme që një person që madje të jem realist, televizioni Top Channel bëni punën më të mirë duke i bërë një nder Jozit, duke e rivendosur përsëri dhe duke i shplah figurën, sepse ai si viktim shkoi dhe tha që kërkoi ndjes. Po çfarë ndjese kur ti the një fjali të turshme që vetëm serbi e thot? Dhe televizioni të bëri nder për të shplar atë mëkat që the, të rifuti atje për të shplar mëkatin përpara të gjithë kombit shqiptar, dhe ti në fund fare tregove që je një serb, je një njeri që urren vëllezërit shqiptar, kudo që ata ndodhen. Fjalit janë asgjë, por atë që dua të them është edhe tek njerëzit kuptojnë, jo çdo gjë që shkëlqesh flori apo diamant. Dhe dhunuesi që dhunon fizikisht është ai i cili e ka smundje të vazhdueshme, dhe jo si dhunuesi që dhunon fizikisht e ka momentale se i doli shejtani, edhe duke i dalë shejtani ai filloi duke bërë provokime ndaj shejtanit. Pra, do të thotë që personi ka pasur të gjitha shanset që ja dha televizioni, dhe nuk është se u bo stisur diçka, se t'ishte e stisur do kuptonte, ishte befas, në ato momente ndodhi asnjë s'kuptoi, kur ne si shikues nuk kuptuam ç'a ndodhi. Jo më televizioni, jo moderatori që ishte, as ai nuk po e kuptonte qartë se ç'a po ndodhte. Banorët ishin në një sistem në kështu të ngriu, si është griva shkriva, pra as ato s'po kuptonin. Vetëm ajo që më bëri shumë çudi ishte ky Laert Vasili, si ku nuk shkoi aty, nuk e kuptova, e bëri për anën emocionale apo nga ana e të qenurit befas apo diçka tjetër aty, ajo më krijoi pa kuriozitet kuptoja, apo kënaqësi, nuk e di, këtë nuk e kuptova. Po gjithsesi, në aspektin
e solidaritetit, unë nuk kuptoj që të jem kështu me the pa the. Unë normalisht kur godit dikush shkoj jap solidaritet, pra jap direkt ndihmën time. Kjo më pa bërë pak pikpyetje për Lajrit Varsili, pasi kam shumë pikpyetje për te, përgjithsisi është punë tjetër. Por nga pjesa e njerëzore dhe nga pjesa e ndihmës që u dha Jozit nga Top Channel ishte e pa imagjinueshme. Pra kërkove ndjes publike, pastron figurën tënde sepse je karrierë, pra ke karrierën tënde, ke këngëtar, pra nesër do të ofrohet një ftesë në Kosovë dhe po shkove ti në Kosovë më zotri, do të marrim me gura ata, se do të marrim ty me trëndafila. E kupton? Pra ti e shkatrove veten tate dhe duke shkuar duke goditur një kosovar, një shqiptar të Kosovës, një person i cili të pranoi të futesh, sepse unë të isha të thoja ky më ofendoi të futet brenda, o dalun, o futet ky. Ai çfarë tregoi njerëzit, tregoi diçka konkrete, të qartë, njerëzore, vllazore, jo si sa që duke sikur janë të bukur, po brenda zemrën e kanë të kalbur. Prandaj të dashur vajza, mos besoni djem që janë të pastër, të bukur, ata të cilët edhe vetën e vetë lyn 20 herë me krema, ose ata të cilët duken të bukur. Zemra nuk duket nga bukuria e jashtme. Truri është bukuri dhe zemra, jo bukuria e jashtme. Prandaj mesazh për vajzat, dhunuesi do ju bëj hipokritin, do ju sklavëroj, do ju degeneroj, do ju marri për vete, do bëj viktimën dhe fund fare do ju lej në shtëpi të kalbeni nga mesi deri në darkë, duke ju thënë nesër që kështu janë traditat tona. Prandaj vajza, kujdesni nga bukuroshat se kam frikë se fatura do të jetë e rëndë për ju. Si e lexoni faktin që si Lajrit Vasili ashtu dhe Rozana Radi nuk patën solidaritet të menjëhershëm kundrejt Gjestit? Prandaj mua më çuditi shumë veprimi i tyre dhe kjo që ndetën në atë moment. Okej, sekondat e para dhe ti mund të rrish pak kështu, po një ujë diçka e bën, është ana njerëzore. Ata ishin sikur po kënaqeshin nga momenti fantastik që po ndodhte ndaj Gjestit dhe asnjëherë nuk bërën asnjë reagim ashtu siç duhet. Pastaj ajo lëvizi kjo vajza, kjo vajza Rozi, mos gaboj, edhe disa të tjerë lëvizën, bërën një veprim, por ai që më çuditi është Lajrit Vasili, ai s'bër asnjë veprim, nuk e kuptoj, nuk e di, mase e mbajti për hatër sepse ishte fjalia që bërën atë punën e fes. Tani të qenurit fetar, të jemi realist, nuk do të thotë që je edhe shenjtor, se ka njerëz që falen 5 ditë, apo falen 5 ditë 5 herë në ditë. Ka njerëz që shkojnë kish, ka njerëz që nuk shkojnë kish, ka njerëz të cilët mund të janë të alkoolizuar, po janë më fetar në aspektin e të qenurit besnik, ka ndryshime, pra nuk mundesh ti të reagosh ose të bësh një shfaqje të tillë duke mos vepruar, sepse ti pate një konflikt fetar me Gjestin. Ishte një gabim dhe uroj popullit shqiptar, ata që votojnë në Big Brother, mos të votojnë Lajrit Vasili, normalisht të votojnë Gjestin, sepse ishte do të thoya një goditje e cila e ngreti Gjestin përpara dhe besoj se do të ketë avantazh shumë të madh në fitoren që e pret me datën ose të shtunën e ardhshme. A mendoni se reagimi i tyre duke mos qenë solidar me Gjestin ka të bëjë me faktin se edhe ata vetë kanë qenë, po themi në thojza, viktimat provokimeve të Gjestit? Shiko, unë kur shikoj një lojë, e shikoj në lojë, pra çdo gjë është në lojë, nuk është se unë për shembull kam një problem personal me individin. Pra unë e bëj me lojë, kur kam një proces gjyqësor, unë nuk shikoj palën tjetër ta fitoj sepse kam ambicie personale, që dua t'i marr pronën apo diçka se përfaqësoj klientin tim. Është një proces gjyqësor që unë e shikoj nga ana profesionale. Po e fitova nga ana profesionale, mirë, po se fitova, normalisht e fitova pala tjetër. E pranoj vendimarrjen, më kupton? Dhe në rast se dikush unë dyshoj që ka bërë një veprim korruptiv, unë e denoncoj dhe gjyqtarin dhe prokurorin dhe palën tjetër në rast se dyshoj, kanë dyshimet e mia, por mua nuk mund të më ngeli hatri në rast se ai e fiton edhe pastaj unë do shkoj ta rraf tjetrin.
Si nuk shkon kjo gjë. Dhe nuk do më ngel, dhe unë nuk do kënaqem në rast se atit i do një fatkeqësi dhe unë do kënaqem që i ndodhi atit sepse më fitoi gjyqin. Se nuk shkon kjo gjë. Prandaj mendimi im është që kur je në një lojë, kur je në një proces, normalisht për shembull, të them një rast, pala tjetër i bjet fik, çfarë do të bëjmë? Do të torkitje, bravo, shumë mirë që i rat fik. Që jam në një proces dhe debatoj me palën tjetër. Prandaj unë mendoj që situata që jemi sot aktualisht tregon qartazi që ka individ të cilët akoma nuk kanë zbrit nga mali dhe nuk kuptojnë qartazi që loja është lojë dhe konflikti është konflikt dhe konflikti nuk zgjidhet me dhunë, sepse në rast se ne duam të zgjidhim konfliktin me dhunë, do të thotë se cili do të ketë një armë në brez dhe madje do kemi shumë viktima. Pra do të thotë që ne si shoqëri duhet të japim mesazhin që çdo problem zgjidhet me dialog dhe dialogu të jetë brenda kuadrit të duhur qytetar intelektual. Nuk mundet tani ne të zgjidhim çdo gjë me konflikt fizik, sepse normalisht njerëz jemi dhe s'kemi pse të bëjmë diçka kur ajo është një lojë. Pra është një lojë, nuk është diçka që ty të cenoj sigurinë tënde. Madje ty Top Channel të dha shansin që ti shajte shqiptarët kudo dhe të dha shansin që shkërkon ndjes publike ta fali ai që të përpara popullit të dalësh me sy të mirë. Dhe këtë ai ishte i pabes. Pra Jozi ishte i pabes, pra ishte personi që mund të hajë në shtëpinë tënde dhe mund të vrasi po ty në shtëpinë tënde. Ky ishte fragmenti, mesazhi i qartë, skandaloz nga një person i cili thoshte që djalli jo kështu, jo ashtu për të justifikuar që ishte një person i cili kishte një rast tjetër brenda vet. Pra, kishte një imagjinat tjetër. Aty kur fliste për mirë, ai ti duhet të mendoje për keq. Aty kur fliste për keq, ai nuk e mendonte për mirë, por bënte sikur bënte për mirë për me të bërë gropën ty edhe të tjerëve. Prandaj unë mendoj që Top Channel i dha shansin, ai bëri vetvrasje karrierës së tij dhe madje mendoj që ai duhet të reflektojë sepse është djalë i ri, jeta përpara nuk kërkon grushta, se në rast se kërkon grushta, dihet që do të gjesh drurin dhe druri është shumë i thekë, shumë i keq dhe nuk është druri në kuptimin druri po druri metaforik. Pra, ajo që ti i shkakton tjetrit një problem, dihet që një person do ta kthejë mbrapsht. Pse? Sepse je tipikrisht që ke ulur nivelin e komunikimit dhe personi kur nuk gjen rrugë tjetër, sigurisht që në një farë forme dhe mënyre do ta kthejmë mbrapsht sepse ti bëre një pabesi përpara opinionit publik, por edhe atit. Dihet qartazi që Gjesti është viktim, dihet qartazi që dhe Gjesti dhe Leridona janë fitimtar, sepse nga njëra anë u ngre Gjesti për të fituar, nga ana tjetër, nga ky veprim djallëzor u ndihmua një vajzë, po dhe vajza të tjera që të kuptojnë që bukuria nuk prodhon paqe, prodhon sekrete të cilët janë cenueshme për jetesën, por edhe marrëdhëniet të midis dy njerëzve. A mendoni se pas kësaj ngjarje Loredana i ka dhënë duart përfundimisht Jozit? Uroj që të ketë ndodhur dhe në rast se nuk ka ndodhur, është një mesazh i qartë që ajo duhet të ndalohet, të dalë nëpër televizione duke thënë që gratë janë të dhunuar, ndërkohë që ajo pranoi aptazi një dhunues që nesër të ketë një raport intim me te ose dashurie dhe normalisht treguesi i qartë që njerëzit në publik thënë gjëra të tjera dhe nga brenda pranojnë dhunimin drejt për së drejti, atëherë nuk ekziston më fjalia viktim e veprës penale në një vepër penale të dhunës së ardhmes. Lexoni reagimet, qofshin ato pro Gjestit, por edhe ato që deri diku e kanë justifikuar Jozin sepse ai ka qenë i provokuar vazhdimisht, por nga ana tjetër edhe mbështetësit e Gjestit që kanë shkuar para godinës së Top Channel duke kërkuar Jozin. Tani është një lojë, ka tifoz, ka njerëz të cilët kanë një dashuri, një respekt ndaj Gjestit, normalisht që ata veprimet e tyre, po unë i bëj një këshill juridike. Edhe unë e mendoj ndonjëherë të rrafna njërin, po pastaj them, po mira, vlen të futem unë burg për një njerëz të tillë, s'ja vlen.
Prandaj I them qytetarëve, nuk është zgjidhje të rrafësh dikë dhe të godasësh. Mendo veten tënde, mendo familjen tënde. Ke respekt për vete, ke për familjen, nuk ka pse ti bësh kënaqësinë tjetër të futesh në burg dhe të kënaqësh tjetrin. Mesazhi im është për të rinjt, mos bëni veprime të cilët ju cenojnë nesër karrierën tuaj, jetën tuaj, zhvillimin tuaj. Shikoni qartazi, kush është ai? Po ja vlen tani të futesh në burg për Jozin. Tani ti lutem, ja vlen, s'ja vlen mo. Nuk ka vlerë të futesh në burg për atë. Po kjo nuk do të thotë që duhet të futesh për një tjetër. Sepse unë jam I mendimit përdorni mjetet ligjore në rast se ju e shikoni të arsyeshëm të kundërshtoni një veprim dhe të leni ligjin të veprojë, dhe në rast se ligji nuk vepro, është ligji më I shenjtë, I cili mund të vonoj por nuk harron kurrë, dhe është ligji I Zotit. Unë kështu e bëj. Në rast se kam një rast, normalisht njerëzore është, them të kalbet në burg, nuk e shprekte, nuk e bëj. Nuk bëj veprim, sepse nuk dua të bëj një gjë të keqe dhe për surratin e njërit të futem në burg kot. Por unë them këtë gjë, në rast se unë shikoj do t'i bëj kallëzim ose do bëj denoncim sipas ligjit, nuk do veproj ligji, ja loj Zotit. Zoti është ai I cili I jep përgjigjen e dur në momentin e dur. E them me plot bindje, është e provuar qartazi kjo gjë. Qartazi. Ta dish, bëj gropën tjetrit, po do të vi gropa që do jetë më e keqe për ty. Prandaj bëj apel të rinjt. Mund të bëni militantin e një loje, mund të bëni mbështetësin e dikujt, po mos e personalizoni çështjen sepse do ju vi juve kundër, jo atit që ju I shkaktoni problemi, sepse ju faktorizoni Jozin në rast në konkret që I bëni një goditje. Ai faktorizohet. Pra ju humbisni të drejtën tuaj dhe favorizohet ai se bëhet viktim. Prandaj mos u fusni në lojën e tij. Mos u fusni në provokimet e tij. Bani qëndrim me Gjestin, Gjesti le ta gjej me Nojze, me Jozin. Prandaj të jemi të qartë për këtë gjë. Si mendoni, a është I djegur si figurë tashmë Jozi pas kësaj ngjarje, teksa dhe shumë persona të tjerë që e kanë pasur në afërsi ose më saktë kanë mbajtur në shtëpitë tyre duke I dhënë edhe bukë siç shpreh njëri në Zvicër, dhe tashmë edhe këtë bukë ka bë haram, edhe atë karrierë që ka ndërtuar, nëse mund të themi karrierë, deri më tani e ka djegur plotësisht. Televizioni Top Channel I dha shansin më të mirë, më të bukur, që ky person gabimin fatal që bëri ta korrigjoj dhe të rikthehet dhe të ndihmohet. Ai e shkeli. Për mua, ky momentin e parë, një serb kundër kosovarit shqiptar. Kaq, nuk ka të shtoj diçka. Për mua kështu është. Në sytë e mia ashtu do të jetë, nuk ndryshon asgjë. Si mendoni, kush e fiton këtë Big Brother, duke qenë se tashmë janë mësuar edhe finalistët? Për mua e fiton Gjesti, pa qenë kjo ngjarje që ndodhi, është e sigurt që e fiton ai. Ai ka dhënë kjo ngjarje edhe pikë më shumë dhe avantazh për natën finale? Është e sigurt kjo gjë. Duhet kesh parasysh diçka. Në politik, kur të fusin në burg, je më I fituar. Në loj ku ke të bësh me popularitet, ku ke ekziston dhuna, ke më shumë militant dhe madje ke edhe njerëz të cilët urrejnë dhunuesit. Prandaj do të thotë që Gjestit në këtë moment I është rritur më shumë pjesa e të qenurit të fitues, dhe përveç kësajt edhe loja tjetër që bëri Big Brother me zgjuarsi, vendosi dy finalistët e parë që kanë një prezencë të ulët në raport me qytetarët, pra Vasilin dhe këtë zonjën si e ka emrin kjo, Radi, po. Këto dy individi vendosi pothuajse të parët dhe vendosi Gjestit të fundit. Kur ne e dim shumë mirë që Gjesti çfarë populariteti ka në publik. Pra do të thotë që ai e fiton, por kjo është një
lojë që t'i japi një intrigë të brendshme lojës, sepse çfarë është Big Brother? Një lojë e cila paraqet fituesit dhe humbësit, paraqet intrigat e tyre që bëjnë në lojë, dhe normalisht Gjesti ka qenë një djalë i cili për mendimin tim ka luajtur bukur në shumë aspekte, ka provokuar me delikatesë i është shkëputur provokimi duke e bërë konflikt konkret real, në krahasim me Roza Radin edhe këtë tjetrin Lajt Vasilit, të cilët me kaq shumë mënyrë strikte edhe aktorë, unë habitem me disa njerëz që janë aktorë, këtë edhe me Big Brother më para, edhe aktorë dhe nuk dinë as bëjnë aktrim në lojë që janë. Imagjino çfarë tjetër çfarë presim nga ata. Prandaj për mua Gjesti është e sigurt që e fiton. Tani në rast se bëhet një ndërhyrje nga hakeras tek pjesa e matjes, është mund tjetër pastaj kjo. Zoti Zhlima, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.